Shikues të nderuar, ju përshëndes të gjithëve, unë jam Genta Dobra, do t'jemi së bashku në Money Report për të njohur me zhvillimet kryesore, fillimisht me lajmet për te ekonomisë. Ndalemi te një zhvillim i minutave të fundit, pasi kolegji zgjedhor ka vendosur që nuk do të ketë përsëritje të zgjedhjeve në qarkun e Lezhës dhe të Gjirokastrës, ka dhënë tashmë pak minuta më parë edhe vendimin për qarkun e Kukësit. Do të na njohë me detajet kolegja jon Greta Bullari, që kam në një lidhje të drejtë për drejtë. Greta, të përshëndes, çfarë ka vendosur kolegji zgjedhor, do të ketë apo jo përsëritje të zgjedhjeve në Kukës? Nuk do të ketë përsëritje të zgjedhjeve në Kukës, pasi kolegji zgjedhor e rrëzoi kërkesën e Partisë Demokratike, e cila kërkonte pavlefshmëri të votimeve në këtë qark me pretendimin se ka patur parregullsi, mirëpo sipas përfaqësuesve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por edhe përfaqësuesve të Partisë Socialiste në seancën e sotme, thanë se nuk është evidentuar parregullsi në asnjë nga qendrat e votimit, çka mund të sillte, po themi, edhe një përsëritje të zgjedhjeve, një argument i cili në faktu u bë publik, po themi, edhe nga ana e gjyqtarëve të kolegjit zgjedhor, të cilët thanë se dhe rrëzuan kërkesën e Partisë Demokratike si të pabazuar në ligj dhe në prova. I gjithë diskutimi në fakt ditën e sotme, jo vetëm për Kukësin, por edhe për Gjirokastrën dhe Lezhën, ku edhe këtu rrëzua kërkesa e Partisë Demokratike. Argumentat e kësaj force politike kishin të bënin pikërisht me raportin paraprak të OSBE-Odirit, që sipas tyre kishte evidentuar disa raste ku ka patur parregullsi, por sipas përfaqësuesve po të Partisë Socialiste, po ashtu edhe të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, nuk mund të sillet, po themi, si provë për të shpallur apo jo të pavlefshme një proces zgjedhor, duke u bazuar në raportet e OSBE-Odirit, pasi sipas tyre të paktën në këto tre qark që ku u rrëzua kërkesa e Partisë Demokratike, nuk është hasur parregullsi apo nuk është kontestuar procesi zgjedhor në asnjë qendër votimi dhe jo më tej, po themi, në të gjithë qarkun. Mbetet Genta në vijim për të shqyrtuar kërkesa ankimore e Partisë Demokratike edhe në qarkun e Korçës, e cili proces në fakt i cili pritet të nisë pas pak, ndërkohë që, siç e thash, të paktën tashmë kemi zyrtarisht të vulosur rezultatin për 3 qarqe të vendit ku nuk do të ketë përsëritje të zgjedhjeve. Greta Bullari, të falenderoj shumë për të gjitha detajet që përcolla. Dalemi shkurt të zhvillimet të tjera, po ashtu për të ekonomisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës pritet të sulmojnë Iranin. Donald Trump po shqyrton mundësinë e bashkimit me sulmet e Izraelit që synojnë centralet bërthamore nëntoksore të Iranit. Në pritje të urdhrit të presidentit, SBA ka nisur luftaniet bërthamore drejt lindjes së mesme, mjera trupa dhe arsenal ushtarak. Presidenti Amerikan më herët bëri thirrje për dorëzimin pa kushte të Iranit, por lideri suprem, Ayatollah Ali Khamenei, thotë se nuk do të bëjë kurrë kompromis me Izraelin dhe se nuk do të tregojë asnjë mëshirë. Një miku nuk i vendosën kushte. Ky është qëndrimi i Shtëpisë së Bardhë, që ka shprehur shqetësim pas deklaratës së kryeministrit në detyrë të Kosovës Albin Kurti se për të ulur në dialog me Serbinë e mirëpret ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por me 3 kushte. Albin Kurti vendos kështu një tjetër hendek në raportet mes Prishtinës dhe Washingtonit. Do të njihemi tani më gjërësisht me zhvillimet nga ekonomia. Të hyrat në buxhetin e shtetit u rritën në pjesën e parë të këtij viti. Nga të dhënat zyrtare të Ministrisë së Financave, të ardhurat totale arritën në 305.9 miliard lekë, duke parë një zgjerim me gati 18 miliard lekë më shumë se krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Peshën kryesore kanë mbajtur arkëtimet nga tatimi mbi vlerën e shtuar, teksa rritje kanë parë edhe të ardhurat e gjeneruara nga taksat e punës.
Të ardhurat në buxhetin e shtetit kanë shënuar rritje. Të dhënat e Ministrisë së Financave tregojnë se të ardhurat totale arritën në 305.92 miliard lek për 5 mujorin e vitit 2025. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, u mblodhën në rreth 18.7 miliard lek më shumë ose 6.5% më tepër. Në terma vjetor, të ardhurat totale për 5 mujorin e vitit 2025 u realizuan në masën 40.4% të planit vjetor. Ndikim më të madh në këtë performancë ka dhënë TVSH-ja, një zë ky që lidhet direkt me konsumin në vend, por edhe me shpenzimet më të larta të qytetarëve. Në shtimin e konsumit, ndikim ka dhënë edhe turizmi, pasi vetëm në muajt e parë vendin tonë kanë vizituar 2.45 milion turistë huaj. Të ardhurat nga TVSH e arkëtuar u realizuan në shumën 30.5 miliard lek ose 31.5% më shumë se periudha janar-maj vitit të kaluar. Peshë të konsiderueshme kanë dhënë edhe të punësuarit, të cilët për shkak të rritjes së pagave në administrat, aksionit ndaj pagave të nëndeklaruara dhe dorëzimit të deklaratave të ardhurave individuale, kanë bërë që të ardhurat nga tatimi mbi paga të arrijnë në 341 milion euro ose 73 milion euro më shumë se vitin e kaluar. Për këtë arsye, janë rritur edhe të ardhurat për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. Shpenzimet e përgjithshme publike për periudhën 5 mujore të vitit 2025 arritën në rreth 265.5 miliard lek, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Ky zë ka rezultuar 12.1% më i lartë ose rreth 28.6 miliard lek më shumë. Në terma vjetor, shpenzimet e përgjithshme për 5 mujorin janë realizuar në masën mbi 32% e planit vjetor. Mirë, do mbetemi te kjo çështje, te pasqyra e të ardhurave në buxhetin e shtetit, po te shpenzimet po ashtu. Një ditë më parë, ndërkohë janë publikuar dhe dënat sa i takon eksporteve shqiptare për muajin maj, po përgjatë kësaj pjese të parë të vitit duket se ka patur një tendencë për të rritur pas goditjes që pësua në fakt edhe vitin e kaluar për shkak të rënjes së fortë të monedhës europiane, po si po performon ekonomia, si i analizojmë këto tregues kryesor, po themi për ekonominë shqiptare, do të kem mundësi që të diskutoj këtë çështje me zonjën Romina Radonshiq, eksperte për ekonominë. Mirë se erdhët në Mani Report. Ju përshëndes, besoj e një njohur tashmë dhe me të ardhurat nga financas, edhe pasqyrën e fundit të bërë, ka një tendencë për të zgjeruar edhe për të mbushur edhe më shumë marka e shtetit, peshën kryesore sigurisht vijon të mbajnë TVSH-ja, apo edhe të ardhurat nga taksat e punës. Janë të pritshme, mund të ishin më të larta, si e analizojmë deri më tani? Janë të pritshme në fakt, duke qenë se dhe vendi, sidomos në këtë vit, pra 2025, po performon më mirë dhe në aspektin e financave personale. Nga ana tjetër kemi, siç thatë dhe ju, pra rritje edhe për shkak të taksës tatimit mbi punë, pra tatimit mbi të ardhurash, që do thotë që me rritjen e deklarimit dhe kjo tregon edhe një performancë të mirë të luftës ndaj informalitetit dhe evazionit fiskal, dhe rritja e të ardhurave, pra të hyrave pikërisht nga ky tatim është relativisht i lartë, që është gjë e mirë, që tregon që shqiptarët në fakt po ndërgjegjësohen më tepër për të qenë palë, për të luftuar evazionin fiskal dhe informalitetin. Nga ana tjetër, mungesa punonjësve ka bërë që një individ mund të ketë mundësi dhe të punojë në një punë të dytë, e cila i sjell më pas dhe më shumë të ardhura në buxhetin e familjes. Po nga ana tjetër kemi një tendencë duket më të shtrënguar nga ana e shpenzimeve, mund të themi se është ndikuar kjo dhe nga periudha e zgjedhjeve, para ku do duhej që një pjesë e investimeve të ndaloheshin për shkak edhe të fushatës zgjedhore dhe zgjedhjeve të 11 majit? Në fakt është e vërtetë, sepse kjo ishte një gjë e pritshme që vetë qeveria nuk mund ndërmerrte shumë investime pikërisht në këtë fazë. Megjithatë, në 3 muajin e parë ne kemi parë që kemi patur dhe me bonusin, nëse i flasim pra për financat, drejtuar financave të atij target grupi që ka pas nevojë në fakt për ndihmë, kishin bonusin e pranverës, e cila ndihmoi sado pak pensionistët. Nga ana tjetër, nuk mund të flasim dot për një periudhë ku kemi pasur zgjedhje dhe të mendojmë që shpenzimet do të ishin të larta sepse kufizonte dhe procesi. Gjithsesi, edhe referuar 2024-s, në fakt kemi pasur një suficit buxhetor që vetë qeveria, duke parë dhe ato grupet në nevojë, pra, është munduar të jetë disi më sociale edhe falë në fakt vretjeve që janë bërë shpesh herë për vendin tonë që duhet të jetë disi më social. Kështu që
le të themi që po merren parasysh edhe me vetë reforma që do të bëhen në skemën e pensionit dhe mbrojtjes sociale dhe fakti që jemi në kapitullin 19, me qëllim që vendi ynë, qeveria me anë të politikave sociale të zbusë sadopak nivelin e varfërisë. Meqense jemi te kjo pikë, do ishte udhës që ndoshta këto të ardhura shtesë në buxhetin e shtetit të mund të rishpërndareshin edhe përmes ndryshimeve që bëhen në buxhet. Pak ditë më parë u bën disa ndryshime ku një pjesë e mirë shkuan edhe për garancinë sovrane në mbështetje të bujqësisë. Në fakt, kjo është një vendim i cili duhet përshëndetur, pasi bujqësia ka vërtet është një sektor shumë i rëndësishëm për ekonominë e vendit dhe ka vërtet nevojë jo vetëm për garanci sovrane, por ndoshta edhe për më shumë subvencione, sepse nëse do të zhvillojë bujqësia, shpeshherë përdoret nga shumë individ, nga sociolog, nga ndoshta edhe nga politikan të opozitës, fjala shpopullim që mua nuk më pëlqen as pak, në fakt, dhe nëse le të themi po e përdor dhe unë në këtë formë që nëse do të zhvillohej më tepër bujqësia, do të kishte më shumë fonde bujqësia, fal edhe kësaj rishpërndarje që do të bëhet me anë të garancive sovrane, do të ndikojë më tepër në reduktimin e emigracionit dhe në ndoshta dhe reduktimin në një farë mase dhe të asaj fjalës që siç thash më parë popullimit. Pra, nuk ka pse një individ, një njeri apo një profesionist apo një fermer të mbylli fermën, të mbylli aktivitetin apo të mos puncohet në bujqësi, duke qenë se vetë qeveria mund të ofrojë pra mbështetje për bujqësinë dhe ne siç kemi parë që produktet made in Albania në fakt në vendin e Bashkimit Evropian patjetër që kanë një status veçantë, por nga ana tjetër me zhvillimin e turizmit ne kemi edhe zhvillimin e agroturizmit, që do thotë që përveç faktit që ne zhvillojmë bujqësinë, ne aktualisht ndihmojmë edhe turizmin që promovohet pra produktet shqiptare, por nga ana tjetër me zhvillimin e bujqësisë mund të rrisim akoma më tepër, mund të rrisim dhe eksportet shqiptare, duke ndryshuar kështu dhe diferencat midis deficiteve që ndodhen në bilancin tregtar. Meqense jemi tek kjo pikë, tek eksportet, do doja të ndaleshim në fakt, për gjatë vitit të kaluar pan një goditje të fortë, pikërisht për shkak të oscilacioneve të kursit të këmbimit, më të prekur rezultuan të jenë edhe industria fason, e prekur drejt për shkak edhe të pagesave që kryen në monedën europiane. Një tendencë që duket se po kalohet sepse kanë parë një rritje të lehtë për gjatë pjesës së parë të këtij viti. Është një sinjal që po shkojnë eksportet shqiptare drejt rimëkëmbjes, si mund ta lexojmë? Në rast të parë unë shoh si një mësim faktikisht për eksportuesit shqiptar, madje ato besoj se janë më tepër të informuar tashmë për kursin e këmbimit, se si të ulin riskun e kursit të këmbimit, se si të ulin riskun dhe të inflacionit të lëndëve të para e gjëra të tilla. Që do thotë që me këtë problematikë që ishte një sfidë vërtet dhe vetë eksportuesit morën një eksperiencë në politikbërjen e bizneseve të tyre, se si të menaxhojnë riskun, gjë që le themi dhe i ka munguar në të shkuarën. Dhe aktualisht unë mendoj që fakti, sepse ne shohim që euro përsërish në rënje, nuk është se ka psuar ndonjë ringritje të madhe sa të themi që kjo ka pra është stabilizuar moneda euro kundrejt monedës lek, që këto eksportues janë rimëkëmbur. Jo. Fakti që është e njëjta situatë dhe po shohim që kemi një rritje të eksporteve, do të thotë që eksportuesit kanë mësuar se si të menaxhojnë riskun, kanë parë domethënë mënyra të tjera alternativa për të ulur, le të themi, nëse kemi kosto të lartë për shkak të kursit të këmbimit, kanë parë strategji të tjera për të, le të themi, ulur këtë kosto, duke gjetur tregje të reja të lëndëve të para, duke gjetur mënyra dhe tregje të reja për të bërë biznese të tjera. Megjithatë, e rëndësishme është që sepse risku më i madh që vetë eksportuesit thonin në fakt ishte që ne në këtë mënyrë do të humbim konkurrueshmërinë në tregjet ndërkombëtare atje ku shesim dhe shohim që ja dolën, tregjet nuk i humbën, për më tepër po shohin rritje, që është një sinjal shumë pozitiv dhe tregon një periudhë të stabilizuar. Pra duket sikur kemi arritur në një lloj ekuilibri për këto eksportues dhe tashmë dhe eksportuesit e kanë më të lehtë për të bërë planifikimet e tyre afat shkurtra apo ndoshta edhe afat mesme për të qenë përsëri konkurrues në treg dhe pse jo dhe për të zgjeruar tregun dhe për të rritur eksportet, pra produktet shqiptare në vendet e Bashkimit Evropian më tutje dhe për të ndikuar pozitivisht dhe në bilancin tregtar. Në fakt, bilanci tregtar e ndihmon shumë edhe eksporti i shërbimeve, pra i turizmit, që është një eksport shërbimesh dhe ndikon pozitiv
pozitivisht, nga ana tjetër turizmi ndikon pozitivisht dhe në bilancin tregtar, por nga ana tjetër ndikon pozitivisht edhe pse krijon dhe gjeneron të ardhura për destinacione turistike dhe pse jo dhe të hyra publike, pra nga rritja e marzheve të fitimit të bizneseve apo dhe rritja e pagave. Ne duhet ta themi që në turizëm, siç në fakt kishte ndodhur në 3 mujorin e parë të këtij viti, edhe sipas Instat, nga shifrat e publikuara. Po, është vërtet, dhe ka një, edhe për shkak, pra, ne pam aty që kishim një rritje të TVSH-s. Rritja e TVSH-s nuk kupton pra rritjen e fuqisë blerëse. Rritja e fuqisë blerëse vjen dhe nga vendasit, por nga ana tjetër ndikohet edhe, nuk mund të them që ndikohet 100%, po ndoshta 20 deri në 30% ndikohet edhe nga rritja e turizmit. Rritja e turizmit, që më pas në këto atraksione turistike mund të ketë ndikuar dhe një rritje të lehtë çmimesh, po nga ana tjetër mund të themi që ekonomia shqiptare, ashtu siç priti në fakt në 2025 po performon mirë, nuk mund të themi që kemi një rritje aq të madhe, por është një ekonomi e këtij viti, është një ekonomi e qëndrueshme dhe është e qëndrueshme, që do thotë që ne do të jemi shumë pranë asaj rritje ekonomike që kemi planifikuar dhe turizmi, përsëri bashkë me turizmin është dhe sektori i ndërtimit, dhe kur themi pse është bashkë me turizmin, sepse shumë struktura akomoduese për shkak të zgjerimit, për shkak të pjesë më të madhe e bëjnë në turizëm, që do thotë dhe automatikisht sektori i ndërtimit rritet, krijon kushte për dhe paga më të lartë në sektorin e ndërtimit, por performon mirë dhe sektori i ndërtimit. Pra një efekt zinxhir. A është i domosdoshëm diversifikimi i eksporteve shqiptare për t'i bërë ato më konkurruesa? Po patjetër është shumë e rëndësishme në fakt diversifikimi i eksporteve shqiptare për të qenë dhe më konkurrues në treg, për të pasur dhe alternativa për në momente goditje të shikohen tregjet më përshtatshme. Ndjes është shumë e rëndësishme në fakt që vetë investitorët shqiptarë të kuptojnë që duhet të investojnë në Shqipëri, s'pari, dhe nga ana tjetër duhet të njohin tregun. Dhe pasi të njohin tregun e brendshëm, duhet të kuptojnë dhe se çfarë ka nevojë tregu jashtë, me qëllim që më pas produktet e tyre mund edhe të eksportojnë dhe të gjejnë tregje dhe të zgjerohen dhe në tregje ndërkombëtare. Edhe një koment të fundit do doja, partner tregtar kryesorëve jonë të mbetet Italia, Greqia, Kosova, po ashtu pse kemi kaq vështirë të deportojmë në tregje të reja? Në fakt këto janë tregjet, le themi, tradicionale, për faktin se të deportosh në tregje të reja duhet patjetër që të ofrosh dhe çmime më konkurruese dhe ndoshta patjetër që dhe çmime më konkurruese, por nga ana tjetër të jesh edhe më konkurrues dhe në cilësi. Kështu që për sa kohë ne jemi një ekonomi e vogël dhe investimet nuk i kemi aq të larta, pra shohim që kemi një varësi tepër të madhe nga importi dhe shumë pak nga eksporti, atëherë do duhet që kompanitë shqiptare të investojnë shumë edhe në inovacion, patjetër edhe në forma apo në teknologji, në modernizim, sidomos bujqësia, me qëllim që të ulin koston e prodhimit e më pas të jenë me çmime më konkurruese dhe të deportojmë në tregjet e tjera përveç tregjeve besnike, le të themi. Tradicionale. Zonja Radonshiq, ju falenderoj shumë që ishit sot me mua në Mani Report. Ndërkohë do të shohim së bashku të tjera zhvillime, pas disa incidenteve të ndodhura gjatë ditëve të fundit, autoritetet do të ushtrojnë kontrole të rrepta për mjetet lundruese që nuk zbatojnë ligjin. Në një kohë që sezoni turistik tashmë ka nisur, Ministri Akumbaro tha se siguria në plazhe mbetet një sfidë, ndërsa nuk la pa përmendur edhe aksionin për të mos lejuar ndotjen e bregdetit dhe zaptimin e hapësirave publike në plazhe. Më shumë kontrole për mjetet lundruese përgjatë bregdetit. Ky paralajmërim erdhi nga Ministria e Turizmit Mirela Akumbaro nga Durrësi pas disa incidenteve të shënuara ditët e fundit në bregdetin shqiptar. Akumbaro tha se duhet të zbatohet vendosja e bovave, të cilat përcaktojnë se deri ku mund të notohet nga qytetarët, ndërsa theksoi se nuk do të tolerohet asnjë skaf apo jet ski pa leje. Bregdeti Adriatik paka shumë gënjen, sepse duke qenë se është i cekët, shkojnë shumë më thellë se sa çmunden pushues të cilët nuk dinot dhe në një moment të caktuar ju ndodh një fatkeqësi. Prandaj gjithë vëzhgimi
mjetet e policisë kufitare është i domosdoshëm dhe është e vetmja mënyrë për të shpëtuar jetë edhe kur ndodhin jo thjesht përmbytje, nuk na ka ndodhur përmbytje, po që mund të ndodhi një arrest kardiak ose gjëra të kësaj natyre. Dhe sidomos kontrollin e mjeteve të paligjshme të turizmit detar, që janë skafet, janë ato jet skit, të cilat praktikisht do duhet të jenë në kontrollin tuaj të përhershëm për të parandaluar. Çdo mjet i paligjshëm mund të bëhet nesër shkaktar për një fatalitet të cilët duhet ta parandalojmë. Ministria e Turizmit paralajmëroi ndër të tjera edhe bizneset që ndotin Bregdetin se do të përballen me penalitete të rënda. Monitorojmë 24 orë territorin, jo më larg se dje kemi kaluar dhe kemi evidentuar duke evaduar pirgje të mëdha, plera shtetura nga bizneset. Nuk shkojnë qytetarët deri në mes të pyllit për të hedhur një sasi gjigande plerash, ishin plera biznesesh. Vjen shumë keq, po toleranca do jetë zero, policia e shtetit do të jetë në mbështetje tonë, policia bashkiake është në aksion. Një tjetër sfidë për bashkitë bregdetare gjatë këtij viti është edhe zbatimi i hapësirave publike për plazhe. Amerika ka shtuar 1.000 milioner të rinj çdo ditë duke çuar numrin e tyre në 379.000 vitin e kaluar. Janë këto të dhënat e raportit global të pasurisë, sipas të cilit Amerika udhëheq me 40% të milionerëve global. Shtimi i pasurisë është ndikuar sipas raportit nga dy faktorë kryesor: qëndrueshmëria e dollarit amerikan dhe tregjet financiare optimiste. Ndjekim materialin. Shtetet e Bashkuara pa një rritje të fortë të pasurisë vitin e kaluar, duke shtuar mbi 379.000 milioner të rinj, më shumë se 1.000 milioner në ditë. Sipas raportit global të pasurisë nga UBC, pasuria neto e këtyre individëve u rrit në mbi 11%, e nxjerrur kryesisht nga dollari i qëndrueshëm, por edhe nga tregjet financiare optimiste. Shtetet e Bashkuara përbënin thuajse 40% të milionerëve global në vitin 2024, ndërsa Kina shtoi vetëm 380 milioner të rinj një ditë. Pasuria e milionerëve në rang global pa një rritje me 4.6% vitin që lëm pas. Pas Amerikës, në vend të dytë për numrin më të lartë të milionerëve rezultoi Kina me 28.2% të totalit, e ndjekur nga Europa perëndimore me 25.4%. Ndërkohë në vitin 2023 ishin Europa, Lindja e Mesme dhe Afrika që kishin udhëhequr rritjen e pasurisë globale. Gjatë 5 viteve të ardhshme, Banka Zviceriane parashikon që pasuria mesatare të rritet edhe më tej dhe të udhëhiqet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një mas më të vogël nga Kina. Emiratet e Bashkuara Arabe janë kthyer me shpejtësi në një qendër për të pasurit falë rritjes së fortë ekonomike dhe reformave të ndërmarra. Numri i milionerëve që jetojnë në Dubai është dyfishuar në dekadën e fundit, duke bërë atë një nga qendrat me rritjen më të shpejtë të pasurisë në botë. Në total në botë u shtuan mbi 680.000 milioner të rinj, 1.2% më shumë se sa në vitin 2023. Deri në vitin 2029, raporti UBS vlerëson se 5.34 milion njerëz të tjerë do t'i bashkohen radhës së milionerëve në rang global. Kemi mbërritur në fund të Money Report edhe për sot. Zhvillime të tjera nga vendi, rajoni dhe bota i ndiqni po ashtu duke klikuar në faqen tonë zyrtare BCNews.al, si dhe mund ta ndiqni në valët e radios në frekuencën 105 FM. Bashkë do të ndajemi këtu, pas pak do t'jeni me kolegen Jeta Kaseme.